Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëborësit. Përshëndetjet i dërgojmë bimëtësitër me njerëzimin profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij, dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi mbledhur për një çështje të madhe. Jemi mbledhur për një punë të madhe. Punë me të cilën kënaqet Allahu i lartësuar. Vëllezër dhe motra, ndërtimi, blerja, kujdesja për një xhami është ndër çështjet më madhështore. Lumë ai njeri të cilin Allahu i lartësuar e përzgjedh që ta bëjë një punë të tillë. Rëndësi e madhe ka xhamia. Shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e dheut është pikërisht xhamia. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka. Shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e dheut për njerëzit është ajo e cila ndodhet në Mekë, pra Shavja, xhami. Allahu i lartësuar kohë pas kohe ka zgjedhur njerëz, ka përzgjedhur njerëz të cilët janë kujdesur për xhamit, duke filluar tek njerëzit më të mirë që ne njohim, profetët e Zotit, tek njerëzit më të mirë që janë profetët e Allahut. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail." Dhe kujto Ibrahimin dhe Ismailin kur ngrihin themelet e Ka'bes. Profeti sallallahu alaihi wasallam pasi emigroi për Medinë, puna e parë të cilën bëri ishte pikërisht ndërtimi i xhamisë. Xhamia është vendi ku ne edukohemi, është vendi ku ne mësojmë, është vendi ku ne adhurojmë Allahun, është vendi ku ne bashkohemi dhe njihemi me njëri tjetrin. Xhamit janë burim drite, xhamit janë burim qetësie. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, siç e transmeton Aliu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij: "Men bana masjidan lillah." Kush e ndërton një xhami për Allahun, Allahu ja ndërton atij një shtëpi në xhennet. Ndërsa Abu Dharri transmeton në një hadith tjetër, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kush e ndërton një xhami për Allahun, qoftë ajo sa një fole zogu, e ndërton për të Allahu një shtëpi në xhennet." Ndërsa në një hadith tjetër prej Xhabrit, thot profeti alayhi salam: "Kush e ndërton një shtëpi për Allahun, qoftë ajo sa një fole zogu ose më e vogël, ja ndërton atij Allahu një shtëpi në xhennet." E në një hadith tjetër që transmetohet tek Imam Ahmedi, nga Abdullah ibn Amr, profeti alayhi salam thot: "Kush e ndërton një shtëpi për Allahun, Allahu ja ndërton, pra një xhami për Allahun, Allahu ja ndërton atij një shtëpi në xhennet më të qorë." Vëlla dhe motër, gjithë këto hadithe nxisin për ndërtimin e xhamive, nxisin për të kontribuar për blerjen dhe kujdesjen për xhamitë e Allahut të lartësuar. Madje dietarët thonë, edhe ai njeriu i cili jep qoftë edhe pak për xhaminë bën pjesë ke ky hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam. Tregohet një ngjarje e cila ka ndodhur më parë, ku njëri vendos të ndërtonte një xhami, por në atë kohë xhamit ndërtoheshin ndryshe nga sot me balë. Dhe cakton djalin e tij që t'ishte përgjegjës për ndërtimin, mbarvajtjen e punës. Ashtu vazhdojnë ndërtimin e xhamisë. Aty pranë kalon një grua e moshuar e varfër. Kalon i shikon duke ndërtuar xhamin, interesohet, thon xhami, s'kishte diçka për ndihmu. Shkon, thur disa shporta me gjethe palme dhe vjen, u ofron atyre, thot: "Merreni, ndoshta ju duhet për të bajtur bajtën."
morën, i pranuan prej saj. Pasi përfundoi ndërtimi i xhamisë, ky personi që kishte kontribuar nga fillimi deri në fund, shikon një ëndër ku i shfaqet xheneti, e aty i shfaqen dy shtëpi, të dyja të bukura. Pyet thot, ku kjo është kjo? Kjo është e jotja. Si shpërblim për xhamin që ndërtove. Thot, po ajo përballë. Thot, kjo është e asaj plakës. I del gjumi. Plaka kjo i bërë habi. Kush mund t'jetë? E pyet djalin e tij, thot, a kam dhe njëri? Thot, se unë kam dhënë kaq para. Kam shpenzuar kaq para për ndërtimin e xhamisë. A ka dikush thot që ka kontribu? Thot, jo. Asnjëri. Thot, po ç'është plaka? Kujtohet djali, thot. Një grua e moshuar i tregon, vllai i nderuar, motrë e nderuar, t'ja përshofte edhe pak, pra ai sa ke mundësi, a mo ta lesh një zhurë, për brezat që vini, një sadakar jetëse për ty, që ta gjesh tek Allahu i lartësuar, dhe vjen hadith, prej profetit alayhi salam, pra se sadakar jetëse, dhe përmend ndërtimi i një xhamie. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Men alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira." Kush i jep Allahut një hua të bukur, që Allahu t'ia shumëfishojë atij shpërblimin. Përmend Abdullah ibn Mas'ud. Thot, kur i ka zbrit ky ajet profetit sallallahu alaihi wasallam, vjen njëri prej shokëve të profetit alayhi salam, Abu Dahda. E pyet profetin alayhi salam, i thot, a kërkon Allahu hua prej nesh? Thot profeti alayhi salam, po. Atëherë Abu Dahda i thot profetit alayhi salam, nxirë dorën tënde. Më pas i jep dorën profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, unë e kam një kopësht me palma, e atë e jap për Allahun e lartësuar. Ky kopësht ishte në të 600 palma. Imagjinoje ti në Medinë, në shkretëtirën e Arabisë, të kesh një kopësht me 600 palma, pra është një pasuri të i përçmuar. E ky vendosi që këto ta jepte për Allahun e lartësuar. Kur shkojnë te kopshti, gjejnë aty brenda ishte bashkëshortja e tij bashkë me fëmijët. I thret, i thot, oja Umm Dahda. Kopshti thot, është dhënë hua Allahut të lartësuar. Përmendet se kishin dorë disa hurma pra që i kishin mbledhur, i lanë dhe ato dhe dolën. Kështu ishin sahabët, kështu ishin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata mendonin për botën tjetër, ata mendonin ta ndërtonin xhenetin. Vëllezër dhe motra, të gjithë këtu pra jeni emigrant, të gjithë keni ardhur dhe shumica prej hallit për ndërtuar diçka më të mirë për këtë dynja. Vllazë dhe motër, të këshilloj që me mendu shumë për ahiretin, se kjo botë shpejt kalon, por me shfrytzu jetën, me shfrytzu mirësinë, me shfrytzu atë mundësinë që na ka dhënë Allahu i lartësuar, me ndërtu ahiretin tënd. E kjo xhami mos haro, sa ti do të falet namaz, sa rekate të falen në xhami, ti do të jesh pjesëtar në shpërblimin. Sa fëmijë të mësojnë Kur'an në xhami, ti do të jesh pjesëtar në shpërblim me lejen e Zotit qetësisë. Dhe mos haro, Allahu i lartësuar thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Garoni, thot, për falje prej Zotit tuaj dhe xhenete. Gjerësia e të cilët është gjerësia midis qiellit dhe tokës. Dhe një ajet tjetër, thot Allahu i lartësuar, garoni në vepra të mira. Në një ajet tjetër Allahu i lartësuar thot: "Was-sabiquna as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im." Ibn Kathiri, kur shpjegon këto ajete, thot as-sabiquna as-sabiqun janë ata garuesit pra në këtë dynjan punë të mira. Thot ata në botën tjetër do t'jenë po të parët. Pra të parët që prinë dynjan punë të mira, do t'jenë ata të parët që prinë në ahiret për të hyrë në xhenet, dhe ata thot do t'jenë pranë Allahut të lartësuar në kopshtet
pra xhenetit. E lutim Allahun e lartësuar që t'i shpërblej të gjithë ata të cilët kontribojnë për ndërtimin, për blerjen dhe kujdesjen për këtë xhami. Allahu ju shpërblej me të mira, lut Zotin e qetësisë që na bashkoj kështu siç na ka bashkuar këtë vend edhe në xhenetet e tij. Allahu ju shpërblej.